Deri në kam pasën pikë klasës 8, në për Burgje, në për Seme. Tu prej klasës 8 ke qenë në Burg. Shky retat e ditës, ishëm kundra shtetit, sërb, ato lekë që na ka dhënë baba, me shku me autobusën në Svarek, ne kena unë një bukë, e kena bërë një samon edhe sheqerë në qajtore. Kur më kanë marrë policia sërbe, edhe më kanë rënë shpiteme. Jo se qënë policisë. Jem me Albin, edhe kam më konë me Albin, edhe des me Albinin. Je me Albin, ditë sotë. Patriota të vërtet ka vetëm 25%. Atë ka shku mirë. Beso që po. Cila është dëshira? Dëshira veç më konë rinia mirë. Rinia? Po. Qysh po isha rinisat? Besoj që mirë janë. Mirë? Për momentin janë mirë. Të bëra një krasëm qysh ka qenë më herët edhe qysh është tash, koha. Me krasu kohën tonë me këtive, këta janë shumë atë mirë se na. Qysh ka qenë koha juve? Ajo ka qenë sakrifica. A keni pasë edhe ju liri në atë kohë, po nuk keni guxu si sa që ka? Deri në kam pasën pikë klasës 8, në për Burgje, në për Seme. Ta që kanë super. Po thu prej klasës 8 ke qenë në Burg. Pse ka që fëmi? Shky retat e ditës, ishëm kundra shtetit, sërb. Hajtë përgo pak që ka qenë rinia jota. Rinia jeme ka qenë vetëm një ameltora ka qenë Sarek, dhe sa pas e tërkun absolut sen. Që ato lekë që na ka dhënë baba, me shku me autobusën në Sarek, ne kena unë një bukë, e kena bërë një samon edhe sheqerë në qajtore. Ka që vështirë ka që. E sa u respektu fjala e të madhet apo prindërve në atë kohë? Besoj që shumë. E tash, apo ndodhe kundër ta? Besoj që janë pak të dikun për ju. S'ka më respekt. Cili ka qenë momenti më i vështirë për juve? Momenti më i vështirë jemi ka qenë kur më kanë marrë policia sërbe edhe më kanë rënë shpiteme. Jo se qenë policisë. Tregoha për fotot e ditës që kemi shkruajnë klasë 8 fillore. Gjithçka po lidhet andej. Mandej qysh? Mas andej, në luftë, besoj që kam qenë ushtarë një ndër partë këtu në komunë Sarekës. Edhe jetoj vetëm me një pension të veteranëve. Dhe s'kam absolut kur gjatë shtetit. Dhe me thonë sa i përket kontributët që keni dhënë, nuk vlerësoni sa duhet. Absolut. Se përdojnë, se në kje vetëm që e thua. Unë po tham që Tani ma shumë. na që s'unë besosh, na kem dëshmi, kem kretë. Jo pse krajt luftës, jo këtëse. Krajt luftës më kanë ndimu kur mo. Jo veç mu, absolut asë njoni të ushtarë. Pse me Albin, jem me Albin, edhe kam më konë me Albin, edhe des me Albinin. Je me Albin. Vetëm që ka qenë kraj i parë, para me ka qenë endë mos ata. Me thonë në mushi, a i tjetëri, a i ka dhonë familje. A i tjetëri ka dhonë familje, po ju, me hek gjakin e vlajt vetaj, Si është tash qeverisja në Albin Kurti? qeverisën e Albin Kurtit e shetë shumë mirë se pisho u knaqen thmija, u knaqen rënia. Kaq. E cilë është gabimi se nuk ja falë vetës? Gabim që se fali është që s'na kanë majtë neve ushtartë, qysh duhet. E sa ka patriotat vërtet ditë sotë? Patriota të vërtet ka vetëm 25%. Edhe s'ka që ka mbet prej. Bravo. Dhe tjerat, se kështu me këqyrë zoj Nuk di, dyti është nuk di. patriot? Jo, po, unë po tham, as 25%. Po foli vetëm për komunën e Sarekës. Atë, Faleminderit shumë. s'ka gjë motor, vetë mira. Po flas edhe nga aspekti i fesë, nga aspekti i shkencës që gruaja është mbi gjithat. Ne kam një vajzë të madhe, ajo shpesh është pak shakagjithot, ti ki me vdek në brend temër, se po vdes në brend tonë, po du të më në hise, po. A meritojnë edhe qikat hisë njëjtë me djam? Jo, Prehojnë edhe dhënurë në qatë krahë. Dhonri po thotë, të gjojë qike se mirë po flet. Jo, vetë të zemë. Bënën ati? Am të rego pak cila është puna e parë që e ke bo. E mban mend. Puna e parë që kom bë. Këthej Unë pak kam në do kohë. vite, aje të kuptu, prandaj edhe puna e parë nuk di shka me thonë, dikur ka qenë herët, kam qenë i ri edhe kam rujt, jam marrë me bujqësi. Bujqësi. E tani fakultetin e kom kru jashtë Kosovës, edhe ende punoj në Balkan. Edhe pse jam pension. A je jashtë, jeton jashtë? Ja, këtu mbrani jam. E ke qenë gurbet në herë? Janë kërës ka qenë, jo.
Asnjëherë se ke preferuar gurbetin. Gurbetin kom provu kështu kur kemi dalë pi punë vetëm në Allajt atë në Sloveni, Itali, paka kom E qenë. pse këta të rit preferojnë gurbetin e jo bujqësinë? Me siguri kënë bëjmë këtu për mjetët materiale, asgjë tjetër. Stash me pruni djalë të ri me i këshyr ljopt ose delet, kur si këshyr? Pse? Se duhen atë punë me hi. Këtu e? Po, këto, me rujt delet e ljopt, se duhen? Dere të lona dikur kemi rujta për këta rinia sot. Rujt, Rinia sot këtë ka ndryshua, po kupton tash nuk kemi faktikisht, kemi ferma të cilë mirën me rritin e baktis. Këta të rritë nuk besoj. Edhe preferoj që s'ka nevojë me marrë me këta, po kanë punë tjera. Jo në ato profesione tjera, që faktikisht ka njeri që mirët me këto, me dhene, me lopë, me kretë, ka 100-200 sopa. Apo ndryshë këtë rinia mirë është më shku këtu, edhe ma mirë kështë më qenë. Jashtë preferojmë për shkak mjetë materiale asgjë tjetër. Cili është momenti më i vështirë që ti e ke pas deri më tash? A pëndon me? A ki shumë? Në momentet të vështira kam pas. Kam pas vdekje, kam pas herë, ato kanë qenë momentet e vështira, po ndryshu shtuja. Punë, nesën punë, ka momente, ka batica, po kupton, por si do qoftë, kjo nuk janë momentet e vështira tek punën, baticës s'mujna me shu. Parasysh ato kryhen. E për çka je pishman deri më tash? Për? Për çka je pishman? Gabime që s'ja fal vetës. Nuk e di me tërgu të vërtetën, ndoshta si kjo rinia sot në atë kohë kemi mujtë me dalë jashtë, po prapë se prapë ma mirë që kom nejtë këtu. Ma mirë. Adhin përse, parasysh se Kosova si ka nevojit një gjenerat e shkollume. Në atë kohë po flasë viteve 70, kemi studiu në Zagreb, kemi studiu Qëtërkahe. Pas ke vi Kosovës, shkër të shqepë. Na, ndëqo, unë kam kryer jashtë, jashtë Kosovës, në Jugosllavi, kanë qenë pak më ndryshe, por ajo rini që është shkolluar edhe që ka punu këtu, i ka kontribu Kosovës. I ka kontribu me një aspekt. Tjerë, është e vërtet që tjerët kanë shkuar, ata që s'kanë pak profilet të forta, kupton, jashtë, ajo e mirë përshë. Ma bëj një pyetje tjetër tash, temë tjetër. Çka do të thotë gruaja për juve? Edhe a mendon që të mi pas 50-50 të drejtat e barabartë? Dëgjo, unë kisha preferuar me thonë atë thonjën e Demakut, që gruaja është mbi gjithat. Ajo nëna njerëzimit, po flas edhe nga aspekti i fesë, nga aspekti i shkencës që gruaja është mbi gjithat. Po flas në aspektin e edukatës, është disiplinu, po flas të grasa, çka s'ke, kupton? Po për shembull gruaja jeme i ka rrit fëmin, është ka punu, është kujdes për gjithat. Dhe duhet me falënderuar. A do të me qenë 50-50 të barabartë? Që shpoj lipin të sotit? Patjetër. Mendon që mi pasën të barabartë? Dëgjoj, nashta nëna ime nuk ka qenë, edhe pse baba kurse ka prish. Por 50-50 pashin patjetër do të qenë. Ata ka vish